Sot do të tregoj se si janë ditët e mia pak a shumë tash jam shtëpi e pa punë. Dita sot filloi pak vonë, nga ora 10:30, sepse më përpara harrova me regjistrua nga që Enea u çu për gjumsh, nuk donte me shku në shkollë dhe kjo është historia çdo dite. Nejse, siç e pat kam vu shampon e thatë, sepse në ditë me lagështin kur flokët e mi duken shumë keq dhe pa volum, më ndihmon shumë, ju jep volum dhe flokët duken komplet tjetër, siç mund ta shihni edhe vetë ju nga rezultati final. U bëna me shoqen te Marmanden edhe kishim pak punë te biblioteka për ca dokumente, masenej u bë dreka. Tash po shkojmë më hangër drek, edhe Armanda kishte me marrë fëmijët në orën 1, por po i lën deri në 4 se rrajti se kam ikë me bë një vizitë. Për drek shkume te Old Wild West, masenej dol me bë me një xhiro nëpër dyqane, me mendimin me bën shopping, por as unë dhe as Armanda nuk kena ble as si gjasët. Normalisht pim edhe një kafe përpara se mu kthy në shtëpi. Dhe kështu bë ora 4 erdhi koha me ikë marrën janë prej në shkollë. Pas shkollën ja kishte stërvitje deri në orën 7. Unë i ka vërpë deri në supermarket, mora disa gjana për darken. Kjo është rutina jone përnatshme, pas darket ulna dhe shohim një film. Ky ishte edhe vlogu për sot, natën e mirë.